Kishte njëri lek shumë, edhe i erdhi shoku ngushtë, do ishin shumë për hir të Zotit, dhe i tha: "A m'jep ti mu pasurinë nga e jotja, du me hapi biznes." "Si jo, dha, ne duhemi për hir të madhit Zot." E kishte vërtetuar që është shok më, jo si këto shokët që vjen me të mashtru, po shok tamam, në emër të Zotit. Edhe ja dha. Hap biznes ai, e bekoi madhi Zot, ja hapi shumë atij. Me bismillah, me sebepe, jo me përtaci, jo me kooperaci, eci shumë. Këtë sërvoj Zoti që ja dha. Avash, ngeli keq. Tha, unë s'jam keq. Unë kam i shok që e duhet dhe më do më bërë të Zotit. A i do më dimoj, minimumi do më japi i punë. Shkon dhe e takon. Tha, mje punë ti mu të punoj këty. A ju vunë si kretë shumë. Tha, si po ti më ke dhonë, më ke ngret. Tha, një punë, më gjej punë, të jetoj dhe unë. A ju menu, tha, jo, s'ta gjejdot. La haula wa la quwwata illa ky kishte dhënë parë shumë. Tha, s'ka punë për ty këtu. Ma bon Allalli, tha, po punë s'ka. Edhe ngeli keq. Shkoj, kishte një femër që e njihte e donte atë. Me gjeti që ngushëllim, i vje po prap ky shoku. Ju bo sprov. I shkon dhe i thotë, nuk e di ti, tha, që unë e du këtë femër, mos ju afro kësaj. U largu dhe nga kjo. E duke eci vetmum nga jerë futesh mendime thellë, tha, do më shovi i madhi, Zot më se unë mirë kam bo. Kaloj një orë shumë dit, janë zjerë Allahu madhnushëm i plak. Duke kalu, kishte i hall, ky ju përgjigj, e kse mirësi në shpirt. Sa ju përgjigj ti u bo qefi, tha, a vjen ti më ndihmon mu në shtëpi? Se unë jetoj vetëm, tha, patjetër. Shkoj ju bo i dashur atij ç'pasuri kishte vëllezër motra nderuar, ja la atyre. Ja la këtij. Pasurit madhe. Ja shënoj me emër, me të gjitha, me certifikat. Tha, janë tujat. Tha, mpa i madhi Zot. Ky, mpa i madhi Zot. Skaloj dhe pak, e takon një nën. Me i supermarket, me i vend. Duke e ndimu e pa, tha, birë, njëri i mirë qënke. Tha, shpresoj më ke i madhi Zot. E takon disa herë, thot, digjo, e kam me vajzë të mrekullueshme. Tha, muslimani i mirë ti, muslimane e mirë ajo. Kam kërku gjithë të kohë, se kam gjeti djalë të mirë. U njohën, e bekoj madhi Zot, edhe pasurin ja ktheu, edhe ja ktheu edhe i femër të mirë. Me që i la për shokun e vetë, shoku vazhdo të jetën. Kur erdi dita dasmës, dëgjoje se këtu është finale. Doli aty me thonë fjallën, tha, dëgjoni o njerëz, tha, i madhi Zot më ka beku. Herë më ka ngret, herë ka mra, prap jam ngret. Sa i njerëzit e vetë që i donë, kur si unë. Por, tha, i penge kam, i shok e kam pas për Allah, e kam dash shumë, ka dash shumë, nuk e di pse më devijoj. E ndimova, më mohoj. I dha shumë pasuri, në punë nuk më pranoj. Edhe një femër që e desha, a i u bo sebeb që e refuzoj. Por, tha, po ju themi leksion, unë nuk u mërzita, vazhdova jetën, Zoti mbarë ma bëri. Unë dha këtë shok, e kam ftu këtu ndasëm dhe e keni prezent. La, gjithë sëtë kaj. E vunë siklet madhë. Sa i kështa arë për ta respektu. Gjithë duke e pa dhe ngeli. Edhe unë ngretë. Tha, edhe unë i them dy fjallë. Se me i fjallë më bërë me turpë. Unë ngretë dhe i tha, dëgjo. Me thonë drejtën, tha, kur edhe ca kohë nuk do ta kisha thonë, tha, po unë sot e kam borxh me folë se njeriu rumë dinjitetin e vet. Tha, më ke ndihmu, kur s'ta kam mohu. Kam lut Zotin gjithmonë me të begatu. I thot shoku, drejt për drejt. Tha, me thonë drejtën, se kam menduar se po jargjoj që pasurinë e punë po më vishe me kërku. Kur ke ardhur më ke thonë, du punë ke ty, turp më ka ardhur. Dhe kam dash me të thonë që unë e lej punën, bëhu ti drejtu si saj. E di, tha, karakterin tënd të vështirë, turpin e madh që ke, dhe s'kam dash me ta vështirësu. Kur ti ke mu, s'ke pas shanse me punu. Me u bë punëtor, se jemi shok për hir të madhit Zot. Dhe unë të kam thonë jo, dhe ndije pra se unë tha, po ndihem me turp. Këtu tha dhe po e tregoj. Ai plak që të ka ardhur, unë e kam dërgu. Mos me të morda si punëtor dhe ti mu të turpru. Sa ato që duen për Allah njëri tjetrin duen me nderu. Edhe tha, e kam gjetë një plak që ti se njihje dhe ta kam dërgu. Atë pasuri që të kalon, unë ja kam dhuru. Dhe tha,
erdhi koha dhe me takt, ai për ty e ka nënshkruar. Ma ja kështë që ky. E kështë gjeti, kështë të më bëjë, sikur për të bëna i nderë, sikur kena i nevoj, bon sikur ti po mahnitesh me atë dhe leja pasurin këte që po t'ja pun. Tha atë femër që e ke dash, për ty nuk ka qenë. Moralin aty ku duhet nuk e ka pas. Dhe unë t'ka marrë, t'kam thënë që unë e du, vetëm që ti asaj me ju largu. Se ti me këtë moral të madhë që ke, nuk mund të afroj që ke ajo. Dhe kam kërku vajzën më të mirë të këtij qyteti dhe atë e kam gjetë dhe nënën e saj kam ndërmjetësu me të ardhë dhe vajzën ty me të dhuru, kur s'kam dash me të thonë këtë vetëm sa të vite koha vetë, se nuk kam dash unë ty me të rënduar me të turpnu. Prandaj hajde të përqevoj vlla në emrin e Zotit, se nuk i ka hije muslimanin me e mashtru. Edhe jam përqafu aty.